Pas goditjes që SPAK i bëri aferës së incineratorëve në Fier, Elbasane e Tiranë dhe ratisjes së pronarëve faktik, Klodian Zoto e Mirel Mërtiri, u mendua se atyre ju shkëputën fiet financiare me shtetin dhe pushtetin, por ndërkohë që SPAK vazhdon proceset penale dhe trumbeton prerjen e çdo lidhje ekonomike të tyre, kryetaria e Bashkisë së Durrësit Emiriana Sako u ka dhënë të ratisurve një çek të ri nga buxheti publik. Në buletinin e prokurimeve publike të datës 20 tetor 2025, Bashkia e Durrës ka shpallur fituese kompaninë Integrated Energy BV SPV SHPK për shërbimin e evadimit të betjeve të qytetit me vlerë 7,7 milion euro me TVSH. Kompania në fjalë është zotëruese e koncesionit të landfillit të Tiranës dhe në pronësi faktike të Klodian Zotos dhe Mirel Mërtirit, të cilët vijojnë të administrojnë biznesin përmes kompanisë MOM Geogenics BV. Procedura e shpallur nga Bashkia e Durrës është zhvilluar pa shpallje paraprake dhe pa tenderim të hapur, por përmes një negocimi të drejtpërdrejtë mes Emiriana Sakos dhe administratorëve të landfillit. Në kontratën e publikuar, rezulton se oferta është baraz me 100% të fondit limit, pra pas një ulje, madje edhe vetë fondi limit është llogaritur 30% më i lartë se kostoja reale, diferencë që sipas të njëjtave burime përbën pjesën e nënkuptuar të marrëveshjes. Edhe pse kompania Integrated Energy BV SPV është nën sekuestro nga SPAK, pagesat vijojnë të shkojnë në llogaritë e Klodian Zotos dhe Mirel Mërtirit, për shkak se koncesioni nuk është konfiskuar dhe mbetet 100% në pronësi të Geogenics BV. Ky e lejon grupit të kontrollojë fluksin financiar nga bashkitë, përfshirë edhe Durrësin, përmes një zinxhiri kontratash të lidhura me institucione vendore.